Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni shpërthen kur Klodi dhe Eliona përfshihen në një debat të ashpër dhe shumë të ngarkuar emocionalisht. Atmosfera bëhet menjëherë e tensionuar dhe çdo fjalë që bie ndërmjet tyre duket se është një goditje verbale e drejtë për drejtë. Klodi, i cili duket i acaruar dhe i lodhur nga situata, nuk kursen fjalët dhe i thot Elionës me vendosmëri dhe mëllef, boll më erdhe mbrapa, se nuk të dua, u bëre si fëmijë, ik largohu. Fjalët bien rënd në ajër dhe menjëherë krijojnë një atmosferë dramatike brenda shtëpisë. Banorët e tjerë që ndodhen pranë ndjejnë tensionin dhe mllefin që shpërthen, disa mbeten të shtangur dhe të tronditur nga intensiteti i momentit, ndërsa të tjerët përpiqen të kuptojnë se si do të ndikojë ky debat në marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Eliona, e cila ndjehet e shokuar dhe e tensionuar nga fjalët e Klodit, përpiqet të mbajë qëndrimin dhe të reagojë, por emocioni dhe mlefi i momentit e bëjnë situatën të duket edhe më dramatike. Ajo e kupton se Klodi është i vendosur dhe nuk do të tërhiqet lehtë, dhe kjo e lë të ndjehet e pafuqishme për një moment. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe fillojnë të diskutojnë ndërmjet tyre se çfarë ndikimi do të ketë kjo situatë dhe si do të ndryshojnë marrëdhëniet mes tyre. Debati vazhdon dhe Klodi përshkruan më tej ndjenjat dhe arsyet e tij, duke thënë se nuk mund të tolerojë më sjelljen e Elionës dhe se është e papranueshme që ajo të vijë vazhdimisht mbrapa tij si fëmijë. Fjalët e tij janë të drejtë për drejta, të forta dhe plot emocione, duke e bërë debatin të duket i gjallë dhe i tensionuar. Ai përpiqet të tregojë qartë se distanca dhe hapësira janë të nevojshme, dhe se çdo përpjekje për të afruar situatën nuk do të pranohet. Eliona përpiqet të përgjigjet dhe të mbrojë qëndrimin e saj, por çdo fjalë që thot duket se shton tensionin dhe mllefin e momentit. Banorët e tjerë që ndodhen pranë fillojnë të vëzhgojnë me kujdes çdo shikim, buzëqeshje ironike dhe çdo lëvizje. Të tyre, duke kuptuar qartë se kjo përplasje nuk është thjesht një debat i zakonshëm, por një moment emocional dhe dramatik që prek të gjithë shtëpinë. Ndërkohë, tensioni emocional rritet dhe atmosfera bëhet edhe më e ngarkuar. Fjalët e Klodit lënë gjurmë të forta dhe ndikojnë jo vetëm tek Eliona, por edhe tek banorët e tjerë, duke e bërë momentin të duket i rëndësishëm dhe i ndjerë. Reagimet e tyre, qeshjet nervoze, shikimet të shqetësuara dhe heshtjet e tensionuara, shtojnë dramatizmin dhe intensitetin e episodit. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother, ku mlefi, vendosmëria dhe fjalët e drejtpërdrejta ndërthuren për të krijuar një histori emocionale të fuqishme. Publiku ndjehet i tërhequr dhe i tensionuar, duke pritur të shohin se si do të zhvillohet më tej debati dhe si do të ndikojë kjo përplasjes mes Klodit dhe Elionës në marrëdhëniet dhe lojën brenda shtëpisë. Debati vazhdon për disa minuta, me çdo fjalë, shik,